Kryetari i Partisë Socialdemokrate Tom Doshi ka zhvilluar nga Hasi një komunikim të drejt me emigrantët për te kufive të cilët edhe pse në Angli, si votues të diasporës mbështesin PSD-n në zgjedhjet e 11 majit. Njihem shumë mirë dhe kam shumë shpresë te ju për mbështetjen që po jepni Partisë Socialdemokrate dhe kandidatëve që janë në Kuks, në Hasë, në Tropoj. E kam zemrën plot që ju kam ju atje. Në programi jonë është program social, ju e dini se në çfarë kushtesh është ky vend. Kështu ala diskutohet për ilaçe, për ndihmë sociale, për pensione. Kena bën një program si me kënë buxhet shtetit, kandidoj për 6 herë në qytetin tim. Dhe sa herë ka zgjedhje unë marr më shumë vota në shtetje, se ju shërbej njerëzve. Njëjtën gjë do bëjmë edhe për Hasin, për Kuksin, për Tropojën. Kandidatët për deputet të PSD-s në qarkun e Kuksit që përfaqësojnë Hasin, si dhe emigrantët kuksian, u shprehen se bashkarisht do të mendojnë që vendlindja tyre të ketë një të ardhme më të mirë. Unë du të bëj për këtë vend më të mirën, do të dalim gjithë parlament, jo vetëm unë. Mes jush edhe kam edhe djalin tim që ndodhet aty, të na votoni të gjithëve sepse do të jemi zëri i këtyre që janë këtu dhe zëri juaj që jeni atje. PSD ka besim të plot se diaspora e Kuksit, që është një numër të konsiderueshëm, së bashku me banorët kuksian, në zgjedhjet e 11 majit do të sigurojë një mandat në këtë qark për socialdemokratët.